Një minutë se të fusë këtë internetin. Selamu alaikum. Wa alaikum selam. Tashti ne kena vuj barrierë. Po more. Ti me të prunë qatë lloj prove ti s'prano mërë buri dhe atë. Si me ja bën për shembull me të prunë hadithe, jo një hadith, se një hadith nuk e quti, po disa hadithe që bjenë që vërtetohen nga shkenca. Që janë vërtetuar nga shkenca, që janë këtyne si jo pati, se ato tjerat për shembull hajt surrën e deves ta pranojmë, heqim ata. Po hadith për shembull që e vërteton shkenca moderne, si thot është e vërtet. Okej, ma sill një ta analizojmë. A beson ti për shembull o kujtim? Fal. Mbaroj përpara. Ja, prit pak. A beson ti që nëse ha 7 hurma axhve, nuk ka helm që të dëmton? Në orë kam thonë, unë nuk jam sekret hadithet, se ka 4 lloj hadithesh, nuk jam sekret ti, çfarë dush mund hadithi, unë po që i diskutueshëm ta pranoj. Po ti s'pranoj ato si thot shkenca më burr, kjo është e keqja. Shkenca thot në rregull, prit tash. A pranom qoftë se e vërtetë shkenca. Po, nëse vërtetohet një hadith që është i vërtet, unë them që po është i vërtet nëse e pranon shkenca, po nuk them që e ka thënë pejgamberi. Ja, po ta jap një shembull hipotetik. Fal për shprehje, në Roku kur thotë drama, kush e tha më burr, po se tha pejgamberi. Pas ka pas më të mençëm se pejgamberi më atko, më kuptona. Se kështu e thon ti, se ka thon pejgamberi. Kush e diti se në pendën e mizës që ndrejnë antibakterie? A pat në njëri një laborator të fortë ti thu se ka thon profeti, ka thon dikush tjetër, ty e gabim. Leja të mizës, gjejmë ajit e tjera, si i vërtetë shkenca. Pse ja heq profetit sallallahu alaihi wasallam? Ti je musliman, mashallah, po profetit jeti ju hyn hak, po ai është fal. Ta tham duhet thonë se hadithe të tjera si i njeh shkenca. Po ti si pranoj gjithsesi? Ma thuaj vetëm një. Okej, ma thuaj një për shembull. Mos e pini ujin në kam. Është më mirë ta vjellni edhe gabim. Nuk ka shkencore. Futu shikoje. Prej ta them unë pse. Sepse nëse ti e vjell ujin, kuturu kot ashtu, uji mund të shkaktoj stres në sistemin kardiovaskular, edhe ty të rritet probabiliteti që me pesua atak kardiak për shembull. Nuk është e vërtetë. E di se nuk binesh, na përsëri për mua. Jo, është 100% e vërtet. Ore, okay, sipas cilës shkencë për shembull? Futu në GPT edhe shikoje. Okej, edhe shohim ChatGPT. Dëgjoj me vëmendje tani. Ç'a thot? Jo ç'a thot ti, ç'a tham unë, por ç'a thot shkenca? A është e vërtet se nëse pi ujin në këmbë është më mirë? Është i vërtet hadithi thuaj, është i vërtet hadithi. Futë hadithi. Është më mirë ta vjellësh? Jo, më mirë ta vjellësh. Po është i dëmshëm më burr, s'ka rëndësi se ta vjellësh, se nëse ta vjellësh, ka rëndësi se është gënjeshtër. Është i dëmshëm, kjo është kyçi, është i dëmshëm. Okej, prit. A është më mirë ta vjellësh se sa ta mbash në stomak? Do shkruaj dhe unë atë, do t'ja bëj dhon pyetjen përgjigje koncize dhe shtërrim të argumentit në mënyrë shkencore. Enter. Le ta shikojmë tani çfarë po thotë. Tani do e shohim a do e përmendi apo jo atë. Ja bëjmë. Po se përmende fjalën hadith ti. S'ka rëndësi, ja shiko pak tani po. Ka rëndësi se. Ja prit pak. Ta po të hapet i qik se kam shumë tabsa open. Jam i sigurt për këtë more burr. Po nuk e the fjalën hadith, por ti thuje hadith. Unë kam futur ata e kam pa. Ti mendon që ChatGPT-n e kam mësuni unë? Jo, nisja. Po përmend se ti, se për shembull po ti futesh fjalën hadith ajo tregote. Ja bëjmë një prit pak. Si sa e bëj dhe unë? Prit.
Se nuk e kam ChatGPT-n, se ky ka hall, ja një sekond, sa t'ja bëj tu refresh. Se nuk t'ja bëj update kompjuterit. Okej, ja që thotë të për shembull. Kjo thot është shprehje popullore, por shkencërisht nuk ka asnjë bazë që të mbështet këtë pohim ekstrem. Ja sa të dali tani, po ja bëjmë çik refresh, që të jemi të qartë. Shprehje popullore tha, po nuk ka asnjë bazë, që të jemi të qartë. Hajde ChatGPT-n. ChatGPT-n e kam përdorur që para disa muajsh, domethënë, jo se kam përdorur shpesh, po së fundmi kam filluar që ta përdor goxha sepse për shembull, në qenë se jam në një proces detoksifikimi, i mbaj shënim në ChatGPT ato etapat e mia për shembull, në vend që t'i shkruaj në një regjistër, përpara mund t'i mbaja në një hard, hapja një folder specifik edhe i mbaja oraret shënim të gjërave që ha, pi, orët biologjike etj, kurse tani për shembull merrem me i bëj në ChatGPT. Thjesht për t'i mbajtur shënim, për të mbajtur shënim procesin. Është goxha interesant. Edhe i kërkoj për shembull ChatGPT-s të më bëjë një hartëzim të procesit tim për shembull, nëse unë dua. Ja që thot të për shembull. Edhe një herë, a është e vërtet nëse e pi ujë në këmbë është më mirë ta vjellësh se sa ta mbash në stomak? Përgjigje koncize dhe shtërrim të argumentit në mënyrë shkencore. Kjo shprehje është një hiperbol që egzageron ndikimin e pirjes në ujë në këmbë. Megjithatë, disa tradita, si ajo islame dhe Ayurveda, sugjerojnë se pirja e ujit ulur është më e shëndetshme, sepse kontrollon rrjedhën e ujit. Ulja ndihmon që uji të kalojë më ngadalë përmes traktit tretës dhe absorbohet më mirë, parandalon stresin në nervin vagus, shmang ndikimin në nyje. Nga ana shkencore nuk ka prova të forta që pirja e ujit në këmbë është e dëmshme, por pirja e shpejt mund të çojë në fryrë dhe ndjesi diskomforti. Në fund është më tepër çështje e zakoneve dhe dëshmërisë individuale. Pra, është hiperbol. Po, a i tha ca gjona se ka këto të mira? Ka rëndësi, po pejgamberi pas ka bë gabime? Jo, nuk ka bë gabime, po gjithashtu se ka në disa raste ka bë dhe mu vakim, ka bë vakim. Jo, ajo tha që, ajo tha aty, si tha, ç't tha, ka rëndësi stresin, ca gjona tha se me pi ujë. Tha gjona. Jo, ose prit të gjej një tjetër unë tash, ta gjej një tjetër, një hadith tjetër, se ka plot, po. Hajde shohim një tjetër, ndoshta atë më 7 hurma. Me 8. Futur pse me flet me bark, është i dëmshëm. Fjetja në bark. Ç'a thot shkenca dhe ç'a thot hadithi? Ore, shiko pak. A do me ta tregua me Kur'an se në cilën anë është më mirë me fjet? Jo, një. A do me ta tregua po të thëm me Kur'an se Jo, pse i kësaj ti më ne kena muhabet me vërtetu hadithet, nuk kena problem ke Kur'ani. Nuk e kundërshtojmë. Prit pak, dëgjoj me mendje. A do me ta tregua me Kur'an se në cilën anë është më mirë me fjet? Po apo jo? Unë du me vërtetu a ka rrejt profeti, as ka rrejt profeti. Me si ta me flet në bark. Prit. S'kam problem. Jo. Pse nuk shko këtu ti? Ka thonë profeti me flet në bark. Pse s'shko ti? Kujtim, a ka mundësi të më dëgjosh? Kam një pyetje për ty. Dëgjoj unë, ti hik, ti je shumë. Dëgjoj se s'jam të ik, po më dëgjoj një herë. Rrafsh, vazhdo. Nëse unë të them ty, ka thonë pejgamberi mos hamut. Sepse jashtëqitja nuk duhet të hahet. Duhet që të qarkulloj në grop të nevojtores, veces. A është e sakt apo e pasakt? Një gjë është ti. Me zi se po e merë ca gjona vulgare, banale, po
Jo, nuk është vulgare, jashtëqitja nuk është vulgare, mos. Nuk është për nuk do nuk do koment kjo punë më burr, gjë më vetë. Po jashtëqitja nuk është vulgare, më dëgjoj në mendje. Pejgamberi për shembull, mos ha jashtëqitjen. Po s'ka nevojë me thon për pejgamberi këtë më burr, gjë më vetin ti. Ka gjëra për shembull, që jo çdo gjë për shembull, çdo gjë, ne nuk jena njeriu nuk është kafsh. Ose këtë tjetrën, lej këtë mbark nuk do me pasë, në është adi. Më dëgjo me vëmendje, ka njerëz që han fekalet e tyre sot, pinë edhe urinën e tyre. A do me ta vërtetua? E kam ligju për urinën, se e pinë për zversën. Edhe fekalet i han, a do me ta vërtetua dhe këtë? Se kam ligju për s'ka rëndësi, ka loj, toka është e madhe, toka ba malet, thojnë, jo budallit. Po, këtë tjetrin tash, ja di tjetër, se këta s'do me lexu, e di se kjo kishte shumë probleme kjo me fletën bark. Shkenca thotë është shumë me hadithet, thotë është shumë me... Shikoj këtë, futu lexoj këtë. Fjet janë bark. S'ka lidhje fare, nuk ka lidhje të ketë thonë pejgamberi. Po është hadith mërë burë me numër. Ti thu se ka thonë se ti se njefë, se kistu lidhje. Garanci. Pse beson atë ti dhe nuk beson tjetrin ku thuhet që nuk ka helm që të prek nëse ha 7 hurma axhve. Pse po pranon atë tjetrin ti? Okej, nëse unë them ka thonë pejgamberi pi ujë me limon pasi ti të hash mish. Lidhje ka, vërtetoj shkencërisht. Si theti ka thonë pejgamberi se pi ujë me limon? Nëse unë të them ka thonë pejgamberi pi çdo ditë ujë me limon. Mëngjes me stomak bosh edhe ujë të ndro. E analizoj këtë punë, qoftë se nuk është dhe gjë serioze e pi, dëgjojmë, qoftë se diçka serioze unë kam me studiu se nuk e marr çdo fjalë që më vjen njëri i thotë bëj këtë, bëj atë, bëj këtë, se jam robot. Unë i kontrolloj gjërat, para praktikisht. Po them se ka mençurinë të gjëra që po them, po tregoj i vëmendshëm. Nga cili koleksionist e more ti për shembull atë hadith që ti më solle për pirjen e ujit në këmbë? Nga cili koleksionist? Nga cili? Nuk e kam këtu librin, ta shikoj për kam lexu. Futu ke tjetri, futu shkruaj hadithin tjetër. Jo. Më sill emrin e koleksionistit. I the ka sill Ebu Hareja. Okej. Në cilin shikove, lexoj këtë, futu çfarë thot shkenca për të fjetin në bark. Lexoj për burr. Okej, në rregull. Në cilën anë duhet me fjet? Dash kratë djathtë është islamik, djathtë i flet, kratë djathtë. Në rregull. Nëse është në kratë djathtë islamikisht, atëherë hape surën 18, ajetin 18. A dëgjuat vetë, a tha që sipas Islamit u dashka me fjetën e gjatë. Po ti gjatë mos krahaso ti fjetjen e 1 nate me fjetjen e 309 vjet, si kanë flet çunat e shpellës. 18 lexova, i kthenim thot Allahu në Kur'an. Lexoj ti po deshte, unë hapa lexova. I kthenim thot herë krahun e majt, herë krahun e djathtë. Se kanë 309 vjet në shpellë ata. Tash nuk është 309 vjet. 309 vjet, si llogaritet? 1000 është me 1, thot Allahu, si llogaritni ju në Kur'an, apo s'është kështu? Tash 309 vjet sa i bie? Një ditë ose një pjesë? Sa nejtet thot, një ditë ose një pjesë ditës? Ato kanë të kohë gjatë Kris. Ne theti kthenim sa në krahun e majt sa në djathin. Ai nuk flet për njerëzit, për diçka normale. Ajo diçka jashtëzakonshme. Ti mos e merr këtë krahasim. Edhe ç'a bën ata fjetën? I kthenim thot, se s'kan pasim një 309 vjet ato me 1 krah. Po pra. Po 309 vjet me 1 natë nuk krahasohet. Ç'a thot shkenca tash ti për fjetjen në bark? Lexoj për burr, kur lexohet sipas Islamit duhet me fjet në të dyja anët, majtas edhe djathtas. Nuk është më e këshillueshme të flesh djathtas se sa majtas. Nuk është as pak e vërtet. Trupi është inteligjent. Edhe në momentin që ti flen djathtas stimulohet mëlçia, majtas prap trupi ka nevojë për me stimulua sistemin kardiovaskular
gjërat i ekuilibron trupin sipas Okej. Dizë vlla dizë. Tash ti të tham dhe një hadith tjetër. Se ti si e do i lexu, tash më lexush çfarë thot shkenca më, rajti më gjuhë. Çfarë thot për këtë implants? Çfarë thot për këtë fjetja mbark? Çfarë thot shkenca? Ja çka thot nuk është Faleminderit, respekte që e lexove. Jo, Do me fjetja lexu. thot, fjetja këto thot në anën e majt, prit pak, konsiderohet thot më e shëndetshme për shumicën e njerëzve. Ja pse. Sipas shkencës, a do? Po, jo, Profesor Tret, Kristofër pyeta protozorët të punojnë më mirë, duke parandaluar refluksin e acidit, mbrën zemrën, lehtëson qarkullimin e gjakut, edhe ul presionin mbi zemrën. Po Ndihmon Kristi, unë pyeta për mbark më burrën të bajtmen. Bëne krahasimin, çfarë thot shkenca, çfarë thot hadithi? e çfarë tash, në rast se ti po gjen një të vërtet që nuk qen ka shumë e këshillueshme me fjet barkas, hadithi që ka i vërtet, ti zgjell vetëm një pjesë, pse nuk e pranon të plot hadithin. Unë plot e pranoj, kush thos se nuk e pranoj plot. Fjetja mbark është e dëmshme. Edhe shkenca thotë është e dëmshme. Shkenca i prit se ta lexoj këtu. Një minutë. Presion thotë në organet e brendshme, për foshnjët thotë SIDC, ajo smunja thotë, edhe një tjetër, kishte edhe një tjetër. Katër so probleme kishte, që thotë shkenca. Okej. Lexojmë edhe tjetrin tashti. Edhe tjetri, një hadith tjetër, prapë, si thotë shkenca, bashkohet shkenca me ta. Lexoj hadithin e plot. Një sekond. Pra ky pranoka nga hadithi që nuk u dashka me fjet barkas, edhe që qen ka në anën e djathtë me fjet më mirë, po për shumicën e njerëzve e ke që në anën e djathtë për shembull, edhe sipas shkencës, në anën e majt është më mirë me fjet për shembull, po nuk e pranoka kët. Po pranoka çka ka qef. A vini re apo jo? Mungesën e sinqeritetit që ka në bashkëbisedim. Betëm në Allah ose jemi sinqert. Jam i sinqert vëlla. Unë atë thash unë natë se nuk e ishte ajo fjala, atë thash edhe nesër thash nuk e gjet, ata se kisha gatruar me hadithin një ajet kuranor që theti. O jam i sinqert vëlla. Unë çat tjetër është çast është. Po të them edhe një herë, në rast se unë të them ty që pejgamberi ka thënë me pi ujë me limon nëse ke fryrje barku për shembull. Hape ti me shkencë dhe shikoje, është e vërtet. A e ka thënë pejgamberi këtë? Po nuk e di unë ka thonë se ka thonë. Çka më thonë tash ti kurse di ka thonë se ka thonë. Ti thu me thon pejgamberi. Ti më thush ku e di ti që ai ka thënë ty mos me fjet. Ti më thush ka thonë, ti më thush tash ti ka thonë pejgamberi merri gur bjeri kokës. Unë tash ti a e di këtë unë se di këtë, a kuptoj ta vërtetej herë se pse mira kokës me gur. Zemi shembull, nuk e di, a kuptoj se di se nuk e di këtë gjë. Nuk e di se më thush ti çdo gjë, më thot njëri ka thonë pejgamberi, po nuk i marr llafet ashtu se thot njëri ka thonë pejgamberi, o burra. Çfarë thot njëri ka thonë pejgamberi? Jo vëlla, lexo, studio, shiko. Nuk janë gjërat ashtu. Tjetra, mos më e bën si këto janë hadithe që dijen në ti, ta lexova, me lexo hadithin se harrove. Thotë nuk e thotë se unë e pa ashtu, nuk e kam atë librin e haditheve, e pa nga Google-i, thotë që sipas haditheve të profetit thotë që fjetja në bark e dëmto shëndetin e njeriut. Hape ata që kam lexuar hollësisht për urinimin në kam. Se me thonë kur shumë logjik, mos me burrat mos me urinun kam, thu çaj të thonë, të kalon truni. E ka për boshatisin e fshikës se njënën tjetër si e shpjegohet e shkenca. Prapë edhe ky hadith se po ta marrim kështu në parim nga ona. Kush është koleksionuesi që ti po më referon zotëri? E Buhurerin apo jo? E Buhureja ishte për ujtin. A është e Buhurera i besueshëm për ty? Unë nuk e njoh personalisht.
A është transmetues Fal, ta shpjegoj pra ma bën pyetjen në urmur. Okej. Ta marrë përgjigjen, pse ngutesh? E më thu brapa është i pas sinqert Muhamet. Unë nuk e njoh personalisht, nuk kam mjeduk me ta. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Ai thotë e ka një gjuk të hadith, e ka transportu, unë e marr, i bëj provën, si ta thash edhe herë tjetër. Qoftë se 1 edhe 2 bëjnë 3, atëherë unë tham 3 heqi 2, a bëj 1, po që ka tama me vërtet. Atëherë e bashkoj hadithin me fjalë e profetit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ta. Edhe shkencën, edhe më korrespondon, tham kjo është e vërtetë, e padiskutueshme. Po nuk mundesh me thënë, për shembull, unë çat tham unë ty për shembull, çat tham. Ti brava qoftë që lexo Kur'anin, Allahu ta shpërbleft, e di mirë. Ke për shembull njerëz sa dush që ti vje riversi, thoni, je vjen nga familje kristiane. Allahu thot Kur'an, Allahu thot ata njerëz që do ja zgjeron gjoksin me Islam. Edhe ti më i miri për ju thot për pejgamberi për hadith është ai që mëson Kur'anin dhe jam sot tjerëve ata. Të nxjerr ka ty për shembull, hajde më gjuh. Më i miri për ju thot, po këta hadithe pranon këta? Jo. Nuk shege i mirë atëre. Jo, ti mund ta mësosh Kur'anin edhe mund t'ua mësosh kitabin të tjerëve dhe mund të vjedhësh, mund të bësh krime. Jo, ai si mëso është Jo, nuk është paradoksal. Nuk i përfshin gjithë elementet. Ai si mëso Kur'anin. Një hoxh mundet ta mësoj Kur'anin edhe mundet të citoj Kur'anin, por ndërkohë mund të bëj gjëra që s'duhet, për shembull. Mund të mashtroj. Ai si mëso Kur'anin, i futet Kur'anin në shpirt, ai ka frikë Allahut në Krist. Ai nuk i Ai nuk e thot hadithi me u fut Kur'anin në shpirt, atë po e shton ti. Nuk thash hadith, thash thotë futja në shpirt. Futja në shpirt. Shiko. Futja në shpirt e shtove ti, sepse po me thonë ty që Kur'anin e kemi brenda nesh para se me lind, për shembull, ekziston mundësia për një gjë të tillë. Ekziston ajo, jo ekziston, po ekziston. Në surën Rahman thuhet Ar-Rahman alama al-Quran khalaqa al-insan. Pse është alama al-Quran i mësoi Kur'anin pastaj krijoi njeriu? Pse janë kronologjikisht të rënditura kështu? Për shembull. Po do të thonë fjala e Allahut është më përpara njeriu, fjala është përpara. Okej. Shiko, mos u nxito. Më dëgjoj me vëmendje. Nëse ti më sjell mua një koleksionues, ai koleksionues do të jetë i besueshëm. Jo më sjell ti mua e buhurerën që thot me vrazha pina për se vape me herën e parë ke 70 shpër. Po ja pranojmë atë më burs, po ja pranojmë atë, më ti tash ti për një do më ja pranu të tjerat të sikot vërteta. Prit pak. Okej, them unë ty për shembull ka thonë buhurera që me pi ujë me limon nëse ke barkun e fryrë, ka thonë pejgamberi. Beson ti këtë? O, ndiqo tash ti kjo me pi ujë me limon. Ta shkruaj, shpiku një hadith. Varet nga organizmi i njeriu, se njeriu ndoshta i bën mirë ujë me limon, një tjetrit i ka një problem tjetër, ndoshta e dëmton limoni. Ka për shembull ulçra, çfarë mund të ketë stomak si limoni është gryer se e dëmton. Varet se çfarë njeriu nuk flitet kështu. Me i marrë burra këtë përgjithësi. Ata dy janë gjëra të ndame Krist. Kjo tjetra për shembull, ky tjetri. Urinimi, si thot mos më bë, si thash, se lexova edhe këtë. Ka shumë gjëra Krist, ka shumë ajete që i vërteton shkenca. Po tash ti gjithse kush ka mendimin e vet, e ke parasysh ti. Unë nuk ka rëndësi, shkenca mund të vërtetojë edhe nga Harry Potteri, gjëra që mund t'i thot Harry Potteri. I ka thënë pejgamberi fjalët e Harry Potterit. I ka thënë vërteta, më qoftë se është si vërtetë shkenca, ka thënë vërteta. Më qoftë se i vërteto. Nuk thash se po themon, nëse Harry Potteri thot diçka të vërtetë shkencërisht, e ka thënë pejgamberi. Jo, se thash unë atë, nuk e thash se çlidhe ka Harry Potter. Pse do të monopolizosh çdo gjë shkencore? Harry Potter nuk është pejgamberi. Mos i gatroj gjanat. Është krasim krejt si nuk futet këtu. Harry Potter nuk është transportues hadithesh, po që transportues hadithesh. Ti nuk e dia ka ekzistuar e buhurera, nuk përmendet në Kur'an e buhurera. S'ke punë me buhureren për instantin. Ti mund të lexosh e buhureren, mund të lexosh nuk përmenden sahabët, vetëm Zeidi përmendet. Mos ju shpef pejgamberit tim në live-in tim, mos ju shpef atij.
Vjen me mbrojt e buhurerën këtu, seriozisht e geti si transmetues? Që të emrojt ata morë për subhanallah, në gjë tash, si e do kuptu ti, kështë janë të morë vesh. Shqipin atë folë si janë të morë vesh. Unë nuk jep të emrojt atë. Hajde marrim çështjen e Floririt. A është haram Floriri për meshkujt? Nuk e di, s'jam i qartë, ças di, ças... Sipas haditheve, sipas pejgamberit është haram. Unë s'jam i qartë, s'jam i sigurt vëlla, nuk mund të them unë, nëse s'jam i sigurt se vërtetë, si tash do më vërtet. Ja ku po ta them unë ty. Floriri për meshkujt nuk është haram. Dhe ja ku po ta them unë ty. Nuk ka pseudo dietar islamik që mund të më vijë të ma vërtetoj të kundërtën kur. Edhe nëse vjen dikush dhe ma vërteton që Floriri është haram, kur më nuk do hy në rrjetet sociale. Edhe nëse unë hy në rrjetet sociale, kam thyer fjalën time dhe jam mashtrues. Do më shikoni ma shpjegoj ata jetit, ma shpjegoj jetin kuranor si thot Allahu, ne thot e zbritëm pejgamberin më mësu librin dhe urtësinë. Kush është urtësia sipas teje? Ta vërtetoj me Kur'an se kush është urtësia. Urtësia është në Kur'an. A je gati për me lexuar urtësinë? Vazhdo, po, lexoj hadithin. Ata, ajetin kuranor. Okej. Qartë. Hikma është mençuria. Edhe urtësinë e ke në Kur'an brenda. Jo jashtë Kur'anit tek ato mashtrimet që këta pretendojnë. Tani le të analizojmë çështjet. A ke Kur'an fizik aty? Po, kam. Merre Kur'anin fizik. Edhe gjithë juve që jeni duke dëgjuar këtë live tani në këto momente, merreni dhe mësojeni se çka është urtësia, hikmeti, edhe ta mbani mend mirë, edhe ta keni si argument për të gjithë ata që synojnë t'ju devijojnë juve, edhe për me ju çuar juve në një urtësi gjoja jashtë Kuranit. Nuk ka në Islam urtësi për të ndjek jashtë Kuranit për dinin ton flas. Që t'jemi të qenë. Qa jeti është ajo? Se e gjej dhe vetën, po. Okej. Një minutë, se ta që gjej unë. E ke parasysh apo të dashë? Vetëm se hape Surja 4 ajeti 113. Hape edhe lexoje në libër nëse ke mundësi. 413, ha? 4 është në dem duket, e? Surja Nisa. Nisa, gratë. Bismillahirrahmanirrahim. 113, ne? Po. E sikur të mos ishte dhuntia Allahut dhe mëshira e tij ndaj teje, një grup prej tyre do të humbte ty, por ata nuk humbin tjetër pos vetes së tyre. Ty nuk mund të dëmtoj asgjë. Allahu të shpallë ty librin dhe shariatin. Të mësoj çka nuk dije. Okej, ta korrigjojmë këtë përkthyes amator. Të thot edhe neve ta kemi zbritur ty kitabin, hikmata, edhe atë që ti nuk e dite. Tani kemi kitabin, shiko pak? Po. Kemi kitabin, kemi hikmetin, kemi dhe atë që ai nuk e diti. Po bon 3 tash ti. Ti thu vetëm një Kur'anin. Interesante. Prit pra, sa është interesante pra tash. Nëse janë tre, nëse janë tre, ku është ajo që ai nuk e diti tash sipas haditheve? Atë që ti nuk e dite. Ku është pra, sipas haditheve? Ku është ajo që ai nuk e diti? Po, nuk ka ditë me shkruajt. E me lexu. Po ja ka mësuar, po thot, ja ka mësuar. Faleminderit. Prit. Të kemi zbritur ty kitabin, po, hikmetin dhe atë që ti nuk e dite. Si ja ka zbrit? Ja ka zbrit. Okej, ja ka zbrit analfabetizmin? Ja ka zbrit dijen. Ja ka zbrit dijen e kujt? Ta kanë zbrit dijen. Dijen e kujt? Me shkruaj dhe me lexu. Se ka ditë me shkruaj dhe me lexuaj? Nuk ka ditë, po ja ka zbritja është një, si me thonë, ja ka dhënë. Si ja ka dhënë? A ka ditë me shkruaj dhe me lexuaj po jo? A thot Allahu i madhnueshëm Kur'an që disa hadithe thot janë shpjegueshme, disa janë pa shpjegueshme. Tash ti, Jo, nuk e thot atë, nuk e thot.
Mutashab. Fal. Mutashabi ha të me thonë të ngjashme vlla, po kalojmë atje pastaj. Shiko tani. Në surën 2, ajetin 231. Okej? Okej. Prit mos largora për kësaj mirë. Ta marrim të mirë. Jo, prit, unë i qëndroj temës unë, se du me të sharu këtë pjesë. Shiko pak. Ta marrim të. Jemi te kitabi dhe hikmeti. O Kris, lutem, më fal vëlla. Prit. Jemi te kitabi edhe hikmeti. Prit. Surja 2, ajeti 231. Vlla, mos më streso vlla. Surja 2, sa është ajeti? S'ke nevojë të shkosh, se po ta ilustroj këtu për momentin. Çive thot? Edhe thot, ua kemi zbritur juve, shiko pak, ua ma anzala aleikum min al kitab, pra edhe neve ju kemi zbrit juve min al kitab u ahl hikmati, shife? Po. Nuk di arabisht. Pa problem, shif pak, anglisht di apo jo? Po. Shife to. Anglisht, ku është anglisht? Lexo këto. Ta kemi zbritur ty kitabin thot and wisdom, pra me ju instruktua juve thot me atë. A është njëjës apo shumës? Bihi. A është njëjës apo shumës? With it. With it, shumës. Njëjës vlla, me atë. With it. With it. With it. Po mirë tash ti një gjë. Prit, more se dëgjoj një herë para se më fol. O vlla, shiko. Ju kemi zbrit juve thot kitabin, edhe hikmetin thot, edhe hikmetin me ju instruktua juve me atë. Pse është njëjës këtu? Mirë, tash ti. Edhe një herë, pse është njëjës kitabin dhe hikmetin me ju instruktua juve thot me atë. Pse është njëjës? Mirë, tash ti dhe, ajo lidhsa, si është lidhsa. Dhe, a do me thonë për një gjë për dy gjëna. Dhe, është lidhës. Në rregull. Po ta them termin se si quhet kjo fjalë për shemb. Ka një term edhe në arabisht. Ja tani të ndihmoj për me kuptua se çka është. Kërko se çka do me thonë hendiadis. Prit. Dëgjoj me vëmendje sepse tani do ta sqaroj këtë çështje me Kur'an. Ç'a hadithit, për ç'a ajeti do fol? Për ç'a ajeti, ma thuaj numrin e ajetit. Prit. Që ta kuptosh këtë çështjen mirë, shko në surën 5 ajetin 15. Po të them mos e nxito dhe je i vëmendshëm dhe unë ty tani do të ta shkërmoq këtë argument që ta kuptosh qartazi. Se nëse Kurani pas ka dhe hikmet, pas ka dhe ato që ai nuk e diti, pas kemi dhe Furkan, pas kemi dhe Nur, pas kemi dhe Sheriat, pas kemi atëherë sa shumë gjëra jashtë Kuranit. Që t'i jap tani me referencë. Në surën 5 ajetin 15. Lexoje pak. Me thonë kështu ma popullor, që mu kuptu, o ju të krishterë, për shembull, juve ju erdhi i dërguari jon që ju sqaron shumë nga ajo që fshihnit prej librit. Surja 5 ajeti 15. Lexova 15-ën, më fal. Surja 5, lexova 15-ën. Sot ju lejuam për ju ushqimet e mira. Surja 5 ajeti 15. Surja 5 është mejde, më vëlla, në nga katrove. Një sekund. Surja 5, 15 ishtë aty lexuar mërbur. 5-ën, një sekund. O njerëzit e kitabit. 15. Njerëzit e kitabit, unë thash që me kuptu audienca, o ju të krishterë, se të krishterët quhen njerëzit e kitabit. Nuk është të krishterë, kush është ai përkthyes amator, gjahil. Ahlul kitab. O i thartë e librit thot tu, jam dakord me ty, po kush janë njerëzit e librit? Ashtu lexoje se ka edhe jahudi. Lexoj, siç është në Kur'an.
Ka dalë kur mos më zemër. O i thartë e librit, juve ju erdhi i dërguari jon që ju sqaron shumë nga ajo që fshinit prej librit. E për shumë nuk ju jep sqarime. Juve ju erdhi nga Allahu dritë dhe libri i qartë. Bëhet fjalë për Kur'anin. Kush është drita? Kush është drita? Kush është hikmeti? Hikmeti është dritë. Drita është hikmet. Hikmeti është shariat. Jo, gjitha nuk ka si me qenë më burr, nuk ka si me qenë, se arabishtja është shumë e pasur. A kupton? Arabishtja është shumë e pasur. Tash ti në shqip dritë dhe libër, dritë dhe, domethënë dritë dhe libër, domethënë janë dy gjëra më burr. Ti pranon vetëm Kur'anin. Ja, okay, ku është drita? Ku është drita? Kush është? Nuk unë s'po e gjej, ku gjehet ti kush është? Është i gjallë. Ja Unë nuk e shoh. Ja ta Unë gjejmë. nuk kam thënë, Kris, gjë vllajtat. Unë nuk e di vlla. Okay. Unë jam naif, nuk e di. Dritën. Shko në Gjej surën ti dritën. Vlla mos më ndërhy në fjalë. Tregohu i vëmendshëm, tregohu i durueshëm. Mos Kris, një gjë tash. Më fal, diçka do të thonë. Allahu i madhnuar thotë një ajet. Di shumë mirë ti. Prit ta them diçka. Surën Araf. Ka në surën Araf ajetin 150. Nuk du me shku mo, se tash ti po i rri asaj tatës unë timës, ta bëjmë çik më civilizum. Më fal, ta bëjmë civilizum, por sa son që do të majt me hetusi ty as ti mu, nëse du fort. Edhe Allahu i madhnueshëm thotë për më fal ta them diçka më burr, ta them diçka. Allahu i madhnueshëm thotë për gjanat që ju nuk bini dakord, Allahu do të na sqarojë. Ku është ai jeti? Do t'ju sqaroj thot për mosmarrveshjet që keni ju me njëri tjetrin, siç kam unë me ty tash për shembull. Është apo s'është kjo në Kur'an? Kontekstin ndoshta po e lidh me surën Nisa ajetin 59. Që thot për ju thot që ne të dalim për Allahut dhe për çdo Muhamedit se të mund të shtuën e ti sante, se çdo gjë shkruhet. Di më mirë son. Surën 4 ajetin 59. 4:59. Surja 4 është mejtë, prap, apo gratë. Po. Binduni Allahut të dërguarit e atyre në autoritet ndër ju dhe nëse keni mos pajtim për ndonjë çështje, referoni të dërguarit apo jo, referoni të dërguarit. 4 është Nisa 4. Ajeti the? Ajeti 59. 59. O ju që besuat, bindju Allahut, respondoni dërguarin dhe përgjegjësit nga ju. Domethënë të partë e juaj, qeveritar në rastin konkret. Qeverin. Nëse nuk pajtoni për ndonjë çështje, atëherë parashtroni atë te Allahu, te libri i tij dhe te i dërguari i tij, po që se i besoni Allahut dhe ditës së fundit. Kjo është më Allahu dhe tek i dërguari, thot tek Allahu dhe tek i dërguari. Ç'është ky përkthim amator? Kush është ky xahil që e ka përkthyer, ky munafik? Më fal ta përkthej çikun në vend. Kush është ky munafik që ka bërë këtë përkthim? Një minutë, se marr Kur'anin tjetër. Dojnë fjalët tuaja, me korrigju Kur'anin gjë. Nuk e kualifikoj këtë përkthyes për të dënë për ta përkthyer Kur'anin. Nuk e marr për bazë dhe si e ka emrin ai përkthyes që mos ta referojmë fare atë xahil. Ky ishte ai Kurani kush, Sherif Ahmeti, si që më do lexoj. Audhu billahi minash shaitani rajim. Unë nuk bazohem te Sherif Ahmeti dhe u këshilloj që mos bazoheni fare tek ai. Nuk është i dënë për të marrë për bazë si përkthyes. Shton fjalë, kishte shtu fjalën liber tash në verset pa nevojshmërisht fare. Nisa, qa ajeti the, vlla? Ajeti 59. 59. O ju që keni besuar, bindju Allah dhe bindju të dërguarit, Muhammed alayhis salam. E kanë pak edhe është ky Kurani. Non xahila, shtojnë fjalën klapa, po.
dhe atyre për jush të cilët janë në drejtim, udhëheqësit tuaj, si të thash unë, si kishte paka shumë ngjashme, Okej. dhe nëse keni mosmarrveshje për ndonjë gjë mes jush, drejtoni Allahut dhe të dërguarit të tij, Muhamedit alayhis salam. Nëse besoni në Allahun dhe ditën e fundit, kjo është më mirë dhe më e përshtatshme për përcaktimin e fundit. Okej, shiko pak. Tani thot, nëse keni mos pajtim për ndonjë çështje, referoheni Allahut dhe të dërguarit të tij. Tani, të dërguarit apo kitabit, të dërguarit apo hikmetit, apo në këtë rast Resuli përfshin edhe hikmetin, edhe shariatin, edhe furkanin, edhe udhëzimin. Mirë, tashti, Po Allahu nuk e përfshin udhëzimin, po Allahu nuk e përfshin shariatin, po Allahu nuk e përfshin hikmetin. atëherë më shofta se thot më ju drejtu profetit, pasja më shia Zotit qoftë mi ta. Ti më thush ti pse ti Resulit, dërgumit, s'ka rëndsi, një lloj, është profeti i dërguar, Resula, nebi thuj si dush. Atëherë pse po mund ti thush ti mund të thush për shembull s'kam nevojë, mjafto Kurani edhe s'kam nevojë me pyet profetin. Okej, tani ta kuptosh qartë azi. Jo, unë kuptova, këtë më theti se Jo, shiko pak. Mënyra se si Allahu ka vendosur që ta zbresi një libër, ka vendosur që ta zbresi nëpërmjet një njeriu. Dakor? po. Për shembull, kam një pyetje unë për ty për shembull. Sa të më fik telefonin. A është Gjibrili Rasul? Është angel. Po, A është Rasul Gjibrili? edhe edhe Resul mund të quhet. Okej. Nuk është se e them me forcë, e di që 100% është angel. Resul, derisa ka sjell diçka i dërguam, po e ka dërgu Allahu poshtë, mund ty edhe ke Resul. Me çfarë mendoj unë, a kupton? Nëse jam gabim, unë ngrej dorën e them jam gabim. Okej, shiko vlla, vetëm dëgjoj me vëmendje. Tani më dëgjoj me vëmendje. Kitabi i Kuranit ka hikmetin brenda. A dëshiron të ta vërtetoj tani në mënyrë të drejtë për drejtë që hikmeti është në Kuran? Po Kris, një gjë tash se u lodha. Okej, mos u prit, se Një gjë. O vlla, unë nuk bin dakord vlla, se nuk duhet hadithet thotë ja kanë shpik profetit. E s'ka fol se thot dikun prap Allahu në Kuran thotë që ai nuk ka fol me menjën e vet. Çdo fjalë që ka thonë. më dëgjoj me vëmendje tani, Jo, po nuk unë më një gjumë ose, tash problemi se nuk është se jena tet, tu e Jo. bin njëri tjetrin. Prit, dëgjoj me vëmendje, prit. Unë ta vërtetoj që hikmetin e ke në Kuran, e mbylla gojen, vetëm më lexo dhe këto ajete, mos të lodhemi me Kuran, mos u trego kaq dembel, se erdhën në live, mos u trego dembel. Jo, patjetër të respektoj vëlla, po. Okej, Nuk jam kur të lexosh, kur të lexosh versetin e fundit, ne do duar trokasim. Ta tregoj që Po ti jemi sinqert se nuk jam tu binun, a kupto? Në rregull. Sa dush ti, po kur e shoh se dialogu nuk ka kështu. Mos bëj zhurmë vlla, mëso të dëgjosh më vlla, mos më loll më burr, mos më loll. Duhet si haru vëlla jo tërburin, se jam Sa po të thash ta vërtetoj në mënyrë të drejtë për drejtë. Nëse tregohesh i sinqert me të vërtetë, nëse do më qenë rëmuja xhi, pastaj është temë tjetër. po si e shumë. Nëse do të jesh burr i sinqert, le ta mbaroj fjalinë. Tash ti do lexosh këto ajete, edhe nëse unë nuk po e vërtetoj atë që po them, jam unë atëherë gabimtar ose mashtrues. Do lexosh në surën Isra nga ajeti 22 në ajetin 38. Kur të lexosh të fundit, do duar trokasim. Isra ça numri ka se kështu do të bëjmë. Surja 17. Surja 17. Isra 17. Dëgjoni të gjithë juve 340 veta, shpërndani live-in edhe tani sonte do ta përcaktojmë se ku është hikmeti që juve ju kanë mashtruar. Ça jeti the vëlla? Surja 17 va. 17. Dëgjoni se ku është hikmeti tani, të gjithë juve, mushrika buharist. Dëgjoni me vëmendje, mushrika. Dëgjoni me vëmendje. 17, ne? Po, surja 17, nga ajeti 22 në ajetin 38. Dëgjoni çdo verset është hikmet, edhe pushoni këtu.
me pushua këtu dhe me dëgjua. 22 deri në 32 dhe 22 deri në 38-ën. e 38-ën. Okej. E mëso shoqëro me Allahun e mos se thash mëso, lexova gabim. E mos shoqëro me Allahun dhe një zot tjetër, të bësh i qortuar i papërkrahur. Hikmet, vazhdo. Hikmet, vazhdo. Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që mos adhuroni tjetër pos tij, që të sillnin në mënyrë bamirëse ndaj prindërve. Nëse njërin prej tyre ose që të dy i ka kapur pleqëria, pranë kujdesit tënd, atëherë mos u thuaj atyre as of e oh. As mos u bëj vrazhët ndaj tyre, po atyre thuaju fjalë të mira. Dhe në shenjë mëshire shtrije pranë tyre krahun për ulës, respektuos dhe thuaj: Zoti im, mëshiroj ata të dy sikur më edukuan mua kur isha i vogël. Zoti juaj e di më së miri atë që keni në shpirtin tuaj. Nëse keni qëllime të mira, vërtet ai u fal atyre që pendohen. Dhe jepi çdo të afërmit të drejtën që i takon, dhe të varfrit dhe atij në gurbet, po mos shpenzo tepër e pa rrugë. Ata që shpenzojnë tepër janë mas fargjisë që quhen ta ndoshta në arabisht, janë vëllezër të djajve. Djalli është përbuzës i madh i Zotit ti. Ajet bukra i kam bën edhe me se kur unë e munoj me studiu Kur'anin. A e shiko? Duket prit? Lexon nga Hikmeti tani, lexon nga Hikmeti, përfundoje. Vazhdojmë tani. Allah shpërbleft ajetet bukura këto që na futem me lexu. Po, lexon nga Hikmeti. Nëse detyrohesh të kthesh shpinën atyre, prindërve domethënë, duke kërkuar mëshirën, të cilën e shpreson nga Zoti yt, atëherë thuaj atyre fjalë të mira e të lehta. Dhe mos bën dorën tënde të lidhur pas qafe. Mos u bë koprac, as mos e shtrij atë në tërsi, e të mbetesh i qërtuar dhe duarthat. Ka dyshim se Zoti yt është ai që furnizon me bollek atë që do dhe ja kufizon atij që do. Ai hollësisht di për robët e vet dhe i vështron. Ju mos mbytni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë, se ne u sigurojmë furnizimin atyre dhe juve. E mbytja atyre është mëkat i madh. Dhe mos ju afroni immoralitetit, sepse vërtet ai është vepër e shëmtuar dhe është një rrugë shumë e keqe. Dhe mos e mbytni njeriu që Allahu e ka ndaluar përveç me drejtësi. E kush e mbyt pa të drejtë, kujdestarit e tij ne i kemi dhënë të drejtë të kërkojë drejtësinë. E ai të mos kaloj kufirin në mbytje derisa ai është i ndihmuar prej Zotit. Mos përdorni pasurinë e jetimit ndryshe vetëm në mënyrë të mirë, derisa ai të arrijë pjekurinë e vet. Premtimin zbatonje, pse për premtimin ka përgjegjësi. Masën mbushni kur matni, dhe peshoni me peshoje të drejtë dhe precize. Kjo është më e dobishme dhe ka përfundim më të mirë. Mos ju qas asaj për të cilën nuk e njohuri, se të dëgjuarit, të pamit dhe zemrat për të gjitha këto ka përgjegjësi. Prit pak tani. Deri tani po lexojmë nga Hikmeti. Të gjithë juve dëgjoni me vëmendje, se pothuajse mbërritem. Vazhdo vëlla. Dhe mos ec në për tokë me mburrje, se ti as nuk mund të qash tokën, as nuk mund të arrish lartësinë e maleve. Tani prit. Vazhdo. E keqja e të gjitha këtyre është e urryer tek Zoti yt. Edhe ajetin e fundit lexoje tani. 39-ën, po. Vazhdo. Këto janë nga urtësia që Zoti yt të shpalli ty. Ua, prit pak, nga urtësia.
prit, ta mbaroj jetin. Mos Çfarë është Turqia? Çfarë është Turqia? mos shoqëro me Allahun ndonjë zot tjetër të hidhesh në xhenem i shërtuar dhe i larguar. Prit pak. Çfarë është Turqia pra? A është hikmeti? Dëgjoj, A është hikmeti Turqia? tash ti më të thash parkis, më theti do me bë shurmuesja i rrumuja xhiun. Çka është urtësia? Çka është urtësia po të pyes? Urtësia, po ka urtësi dhe tjera, jo vetëm këta. Ata për shembull që quajnë janë hadithun i quaj urtësia ose fjalë turta, si më thon nga profeti. Kështu e kuptoj Ku unë. është Turqia? Ku është Turqia? Urtësia është mrena e këtyre fjalëve. Do të thonë mos u bë koprac. Mos harxo shumë. Që nga në Kur'an. Që nga në Kur'an, sipas ti versetit. Po tjera, mirë, dakor, gjithashtu. Thej laf. Është në Kur'an apo nuk është në Kur'an? Po apo jo? Allah, është në Kur'an dhe jashtë Kur'anit, mendoj unë. Kjo është, nuk diskutohet. Si dha jetin atëherë që. Të bëva jetë më, një. Që ke urtësi në Kur'an. Thej laf se duhet përshëndet, Allahu të ruaj, duhet përshëndet. Selam aleikum tani si e lodhi. Prit, ma leta marrë fjalin më burr, ma leta marrë fjalin. Te do më borë mujargjia, po si thesh, i me dredh. Unë nuk e dredhë kris. Unë kush më njeh mu është për budall njofin, po për hileqar, jo pasha Allah. Okej. Ma atje Hajt, Allahu ju ruaj gjithë dhe kush jeni. Mund të jetë para. Mund të jetë para aty. Noshta. Duhet me bajt tash ti. Hajt. Selam aleikum. Ju më mbajt, vetëm thjesht verifiko më shumë se s'do kesh. Noshta, nuk e di, noshta. Po është më mirë me qenë kjo e para se sa hileqarat. Hileqar se pranoj. Mirë nuk është asnjëra dhe ti nuk je për të qenë budall si burr. Ti do të jesh inteligjent dhe un kam shpresat e këtij. Se Allahu e di ata mas mirë, nuk di gjë, nuk e besoj, me qenë inteligjent. Të gjithë neve kemi ignorancat tona. Të përshëndes, selam aleikum. Allah të ruajt edhe unë edhe gjithë tash janë në audiencë. Jo, gjithë jo vazë, disa janë katila këtu, po ata që s'janë katila. Nëse Allah ju. Hajde gjithë, kalofsh mirë po. Tani, dëgjoni me vëmendje të gjithë. Temën sonte kemi, ku është hikmeti tani? Ku është hikmeti? Hajde, ku është hikmeti? Ku është hikmeti? A ka ndonjë mushrik këtu që vjen të na e vërtetoj që hikmeti është jashtë Kuranit? S'ka. Me pushua pra.